Në poezinë bashkëkohore shqiptare po vëret një rikthim i fortë i Gegorishtës, një prirje që pullohiqet veçanërisht nga poetet femra, të cilat e ndjejnë këtë variant gjuhësor si më të lirshëm dhe më të afërt për të shprehur emocionet e tyre. Sipas studiuesit dhe poetit Josef Radi, zgjedhja e Gegorishtës nuk ka të bëjë vetëm me gjuhën, por edhe me një ndjenjë të theksuar identiteti, e cila jep poezisë një energji dhe gjallëri më njerëzore. Edhe ideja e një antologjie femërore nuk është një ide që trajtojnë meshkujt dhe që trajtojnë femrat. Femrat e shohin botën më komplekse, do më thënë, tek libri gjenë botën shpirtërore të tyre, gjenë problemet, gjenë revoltën sociale, gjenë dëshpërimin e nënës, gjenë atë mërgimin, që mërgimi nuk është veç i burrave, veç i grave, mërgimi është i përbashkët. Shumica e autorëve në libër kanë zgjedhur Gegnishtën si gjuhë komunikimi me lexuesin. Është një guxim i jashtëzakonshëm i grave, sepse mbi 50% autorëve nuk është se i ka diktuar kush, nuk është se i ka ushtruar kush atë fjalën që merreni Gegnishtën, e ato e kanë zgjedhur vetë dhe ne si redaktor vetëm kemi qenë në kufit e vlerësimit dhe të konsideratës që Gegnishtja ka dhe ajo pjesën e saj në këtë antologji, po në shpirtin femëror në mënyrë të veçantë. Radi vëren se zëri poetik i grave sot është shumë i shumëllojshëm dhe se Gegorishtja por i merr gradualisht rolin e saj të rëndësishëm në krijimtarinë shqipe, si një gjuhë e brendshme, e pastër dhe e mbushur me ngarkesë të ndjerë emocionale.